Besoj e dini tashmë që filmi Odyssey Nolan ka këngë shqiptare brenda. Gjithashtu është filmi i parë në histori i xhiruar totalisht në IMAX. Por çfarë është IMAX? Se ngelëm duke e dëgjuar kudo. IMAX është një sistem kinematografik i zhvilluar në fund të viteve 60 në Kanada për të xhiruar dhe projektuar video të shkurtra me cilësi super të lartë në muze, ekspozita e të tjerë. Kamerat e regjistrimit janë gjigante dhe shumë të rënda, saqë duhen 6 persona për ta lëvizur. Kjo kamerë brenda ka filma kinematografik me madhësi 70 mm dhe kinemat në botë që kanë këtë teknologji janë shumë të pakta. Dhe ky film 70 mm kushton $500 për çdo minutë regjistrimi. Por Nolan vendosi që jo vetëm regjistrimi të ishte analog, por edhe editimi më pas. Pra montazhi, prerjet në film janë bërë me dorë. Si në kohët e vjetra, pritej dhe ngjitej, jo me 2 butona në tastier. Madje dhe color correction e i filmit është bërë manualisht me disa procese kimike specifike. Dhe vetëm CGI është bërë në kompjuter. Dhe ky realizim i Odyssey ka kushtuar mbi $250 milion. A e keni parë Odyssey? Nëse po, shkruani këtu poshtë në komente se çfarë mendoni.